Përshëndetje shenja ujorit, kjo është panorama e interpretimit javor pas lutjes dhe meditimit. Kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi mbretin e shpatave, heremiti, vdekja dhe njeriu i varur. Në këtë javë duket se ju po hyni me një gjendje të ftohtë qartësie. Mbreti i shpatave është mendja juaj në formën më të fortë, një mendje e kthjellët, analitike dhe pa bërë kompromis me të vërtetën. Ju nuk mashtroni më veten, nuk po justifikoni më atë që e dini se nuk ju shërben. Heremiti tregon se kjo qartësi nuk po ndodh në zhurmë, ajo po ndodh në vetmi. Në një izolim të zgjedhur, ju po tërhiqeni ndoshta emocionalisht, ndoshta fizikisht, dhe e gjitha kjo nuk është izolim nga dobësia, por izolim nga mençuria. Ju po kërkoni një përgjigje që vetëm brenda vetes tuaj mund ta gjeni. Dhe vdekja është kartë kyçe. Kjo nuk është humbje fizike, është fundi i një versioni të vetes suaj, një identitet, një mënyrë reagimi, një lidhje me një të kaluar që nuk mund të vazhdojë më. Ju nuk jeni më personi që ishit, edhe nëse bota ende ju sheh ashtu. Njeriu i varur tregon se kjo fazë kërkon dorëzim, jo luftë, jo kontroll, por pranimin e pezullimit. Ju nuk mund ta shtyni këtë proces, ju duhet ta lejoni të ndodhë. Kartat këshillojnë se ju duhet të ndaloni së kërkuari përgjigje jashtë. Përgjigja është vetëm brenda jush, por kërkon sigurisht heshtjen e nevojshme për ta dëgjuar atë. Mos veproni nga frika e boshllëkut, lejoni boshllëkun t'ju riformojë. Ky është një tranzicion shpirtëror, jo një krizë. Kalojmë tek familja. Në familje kemi ylli, 10 shpatat, hierofanti dhe 10 monedhat. Kjo fushë flet për shërim pas një plage të thellë. 10 shpatat tregon se diçka ka arritur fundin e vet, një zhgënjim, një ndjenjë tradhëtie ose një dhimbje që ju ka lodhur emocionalisht. Por ylli vjen si shërues, ai sjell shpresë, ai sjell qetësi, ylli sjell një ndjenjë që është e tipit jo gjithçka është e humbur, pra ka ende shpresë. Edhe ju po hyni në një fazë ku plagët nuk janë më aktive, ato po bëhen histori. Hierofanti tregon strukturë, traditë dhe stabilitet. Mund të tregojë një figurë autoriteti në familje ose rikthimin e një ekuilibri tradicional. Ju po kuptoni vlerën e rrënjëve tuaja ose po ndërtoni një marrëdhënie mbi baza më të shëndetshme. 10 monedhat është karta e përmbushjes familjare. Ajo flet për stabilitet afatgjatë, për ndjenjën e përkatësisë dhe sigurisë. Kartat këshillojnë se ju duhet të lini pas dhimbjen e vjetër familjare. Jo duke e harruar, por duke mos e lejuar më që të përcaktojë reagimet tuaja, sepse shërimi është i mundur, po kërkon që ju të mos mbani më rolin e viktimës, e ju jeni duke hyrë në një fazë stabiliteti, pra lejojeni veten ta pranoni këtë lloj stabiliteti. Kalojmë në dashurinë. Në dashuri kemi 2 shpatat, faqa e kupave, gjykimi dhe kalorësi i kupave. 2 shpatat tregon se ju keni qenë të mbyllur emocionalisht,
Jo sepse nuk ndjeni, por sepse ndjeni shumë dhe keni frikë nga e vërteta që këto ndjenja mund të sjellin. Ju keni mbajtur një mur, ndoshta për të mbrojtur veten nga zhgënjimi. Faqja e kupave është zemra juaj që fillon të hapet përsëri. Është një ndjenjë e pastër, e brisht, por shumë reale. Mund të jetë një person i ri, ose një version i ri i ndjenjave tuaja për dikë që tashmë ekziston. Gjykimi është një thirrje shpirtërore. Kjo nuk është dashuri e zakonshme, kjo është dashuri që ju zgjon, një lidhje që ju detyron të shihni veten ndryshe. Mund të tregoj edhe rikthimin e dikujt nga e kaluara, ose një moment ku ju duhet të vendosni nëse do të qëndroni në të kaluarën apo do të rilindni emocionalisht. Kalorësi i kupave është veprim zemre, dikush do të shpreh ndjenja, ose ju do të ndjeni impulsin për të mos fshehur më atë që ndjeni. Pra, me pak fjalë, ju nuk jeni më i njëjti person që dashuronte nga mungesa, ju po mësoni të dashuroni nga vetëdia, dhe kjo javë mund të sjellë një hapje emocionale që nuk mund të ndalet më, një vërtet do të dalë në sipërfaqe, nuk mund të qëndrojë më e strukur e fshehur, një ndjenjë do të kërkojë të shprehet dhe ju duhet të ndaloni së shtypur i zemrën tuaj për hir të kontrollit, sepse zemra juaj nuk është armiku juaj, ajo është busulla juaj. Kartat këshillojnë që ju duhet të jeni të sinqert me atë që ndjeni, mos qëndroni në zonë neutrale nga frika. Dashuria kërkon guxim emocional. Nëse dikush vjen drejt jush me ndjenja, dëgjoni intuitën tuaj, jo frikën. Nëse ju ndjeni të shpreheni, mos e shtyni më. Kalojmë tek puna. Në punë kemi asin e shkopimve, mbretin e shkopimve, drejtësia dhe 6 monedhat. Asi i shkopimve është një fillim i ri, një ide, një mundësi, një energji krijuese që është duke çelur. Është një shkëndij që mund të bëhet zjarr nëse e ushqeni. Mbreti i shkopimve tregon fuqinë tuaj personale. Ju jeni duke hyrë në një rol autoriteti ose duke marrë kontrollin e drejtimit tuaj profesional. Nuk jeni më kështu të tërhequr ose pasiv, po bëheni krijues i rrugës suaj. Mbreti i shkopimve gjithashtu mund të jetë edhe një person në punën tuaj, që zakonisht përfaqëson shenjat e zjarrit, dashluan ose shqyrtar, por që mund t'ju përfaqësoj edhe juve, sigurisht që mund të jeni të konvertuar në modalitetin e mbretit të shkopimve. Drejtësia tregon ekuilibër dhe karma. Çfarë keni dhënë do të kthehet. Nëse keni qenë të drejtë dhe të përkushtuar, rezultatet do të jenë të drejta. 6 monedhat tregon shkëmbim të balancuar. Mund të jetë ndihmë financiare, një shpërblim ose një situatë ku balanca mes dhënies dhe marrjes rikthehet. Kartat këshillojnë se ju duhet të besoni në autoritetin tuaj ose në autoritetin që mund të jetë në të mirën tuaj. Mos kërkoni leje për të qenë ai që jeni. Një mundësi është duke u hapur, po kërkon që ju të veproni me vetbesim, pra. Mos e nënvlerësoni ndikimin tuaj. Kjo është fjala që po kërkoja t'ju thoja. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi Cleanse. Kjo lidhet me pastrimin. Pra, këtë javë ju po pastroni mendjen nga iluzionet, po pastroni zemrën nga lidhjet që nuk janë më të gjalla. Ju po pastroni identitetin tuaj nga versionet e vjetra të vetes. Dhe ky proces mund të ndihet si humbje, por në të vërtetë është çlirim.
Pra, ju duhet të ndaloni së rezistuari ndaj transformimit. Ju nuk jeni duke u shkatruar, jeni duke u rindërtuar. Dhe mos u kapni pas asaj që po largohet. Ajo që po largohet sepse versioni i ri i jetës suaj nuk ka më vend për të. Pra, duhet të besoni procesin, edhe nëse nuk shihni ende ku po shkoni, shpirti juaj e di më mirë se ju. Paçim.